Pasimës të kanë gazetarët. Po. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë komunikim për media nga shtëpia e futbollit. Jemi këtu me trajnerin e kombëtares U21 Alban Bushi, i cili pak më parë ka shpallur edhe listën e 23 lojtarëve të grumbulluar për 2 ndeshjet miqësore të shtatorit. Në datë 5 shtator kundër Gjermanisë në Elbasan Arena dhe në datën 8 shtator kundër Zvicrës U21. Ndërkohë të gjitha komunikimet tona, si gjithmonë i ndiqni në kanalin ton YouTube FSHF, ndërkohë edhe në FSHF TV. Filloj me pyetje drejtuar trajnerit Bushi. Përshëndetje, Bushi. Përshëndetje. Juve pak më parë keni publikuar listën me 23 futbollistët e grumbulluar për 2 miqësoret e shtatorit. Bie në sy njërisi me 2 futbollistë, mbrojtësi Hellas Verona Adi Kurti dhe portieri Interit Alen Taho. Sa i njihni këta lojtarë, domethënë pse ju bindën këta për t'i marrë në skuadër? Përshëndetje. Mendoj që kemi dy sfida shumë të rëndësishme, i konsideroj tepër të mëdhaja dhe me përgjegjësi të madhe, siç është Gjermania ashtu dhe Zvicra. Mendojmë që duhet luajmë një futboll të bukur dhe rezultativ përpara publikut tonë në Elbasan Arena, gjithashtu edhe atë me Zvicrën. Gjermania është një ekip që është në kampionat e Europës, se din forcën e tyre dhe emrin e madh që ata kanë, por ne si gjithmonë do të futemi për fitore. Kemi pas dy teste miqësore të kaluara si me Hungarinë, gjithashtu edhe me Turqinë, që jam shumë i kënaqur nga të dyja ndeshjet. Në Hungari e fituam, Turqi e humbëm, por ekipi tregoi pavarësisht shumës, tregoi shumë karakter në fushë dhe la shumë shpresa për të ardhmen. Është një grup që është i ri, kemi bërë pak ndeshje miqësore me njëri tjetrin, po duken shumë të fortë, duken nga dita ditës që po rriten. Për sa i përket Kurtit dhe Taos, ata kanë qenë pjesë e moshave të ekipeve kombëtare. Në thjesht kemi nevojë edhe për portiera, gjithashtu edhe për mbrojtësa. Mendoj që të dy janë lojtarë që do të jenë pjesë edhe kombëtare sa në basën e të ardhmen, se kanë shumë potencial, por për momentin i kemi afruar për t'i parë më nga afër, me që janë dhe miqësorët, ta dimë më mirë potencialin e tyre. Mendoj që janë dy lojtarë shumë premtues. Janë dhe 6 lojtarë nga kategoria parë dhe abisnes superiore. Mendoj që kemi bërë maksimumin për sa i përket lojtarëve në kampionatin shqiptar, sepse nuk është se ka shumë, po këta 6 mendoj që janë cilësorë dhe janë formë, kanë minuta në këmbë, janë lojtarë që janë titularë në për ekipet e tyre, mendoj që do na ndihmojnë në këto 2 ndeshje. Lojtarë që kanë qenë edhe më përpara, siç është Rashica që ka qenë në kampionatin, Gudjufi që ka qenë 10, por nuk ka pas shumë minuta, tani ka filluar të luajë ke Partizani, kam shumë besim tek ai sepse ndeshjen e fundit me Voron e pash live dhe më duk shumë në formë. Përshëndetje Bushi. Atëherë 2 kundërshtar të nivelit lartë si Gjermania dhe Zvicra, si vlerësoni si kundërshtar dhe sa e mbani mend fitoren e fundit kundër Zvicrës, një fitore me përmbysje, fitore e bukur e Shqipërisë? Po,
Po, e thash dhe pak më parë, me Gjermaninë, domethënë është një sfidë e rëndësishme, një sfidë që është me përgjegjësi të madhe. Unë kam shumë besim tek ekipi, kam besim që ne do të fitojmë këtë ndeshje sepse luajmë shtëpinë tonë dhe duhet ta kënaqim publikun, gjithashtu si ashtu me lojë, ashtu edhe me rezultat. Jemi ekip i ri, e thash dhe më parë, po kemi shumë besim. Kemi krijuar një grup shumë të fortë. Gjermania është e fortë, po mund të themi që është e fortë në letër, në fushë ne s'kemi dalë akoma. Mendoj që nuk do të luftojmë shumë deri në fund të të dyja ndeshjet. Me Zvicrën mendoj që na ka lënë një shije të mirë fitoria e fundit, gjithashtu nuk e kemi frikë as pak edhe Zvicrën aty sepse e kemi mundur dhe do ta mundim përsëri. Po gjithsesi duhet të bëjmë maksimumin këto dy ndeshje për sa i përket strategjisë dhe lojës taktike që ne kemi vendosur të bëjmë me këtë lloj grup lojtarësh. Mbase është një grup që nuk ka shumë, le të themi, talent. Patjetër që ka talent në përbërjen e tij si grup, por nuk ka individe, le të thuash, që të lënë pamend, por janë lojtarë që, domethënë, janë për ekipin, lojtarë që sakrifikojnë, lojtarë që luajnë me pasion, që luajnë me dëshirë, që luajnë për bluzën. Kjo është më e rëndësishme se sa talenti individual që mund të kemi. Listën e ka publikuar edhe Gjermania U21 dhe pjesë e saj janë edhe Gruda dhe Viper. Përsa i përket listës tuaj, është kjo 23 lojtarë që dëshironit apo keni qenë duke pritur për ndonjë lojtar tjetër, ndonjë risi? Patjetër që kemi pasur 2-3 lojtarë që po i presim akoma, që janë shqiptarë të Kosovës dhe të Maqedonisë, gjithashtu jemi në pritje të atyre lojtarë që janë cilësor, kanë potencial, po presim akoma për t'i marrë, kurse përsa i përket lojtarëve të vendit, kemi lënë disa lojtarë jashtë sepse nuk kanë qenë, le të themi, në formën optimale. Kevin Dode, për shembull, që luan me CSKA-n është i dëmtuar, kurse Daka i Vorës nuk ka marrë shumë minuta ke Vora dhe për momentin nuk është pjesë e ekipit, por patjetër që do të jetë një lojtar që mund të na ndihmojë në të ardhmen. Të gjitha këto misore janë në kuadër të kampionatit evropian U21 2027 që do zhvillohet në Shqipëri dhe kombëtarja shqiptare U21 është e kualifikuar automatikisht. Sa të vlefshme i shihni këto misore dhe si po shkojnë përgatitjet? Po këto janë shumë të rëndësishme. Pra e thash dhe pak më parë që është i privilegj i madh të lush me këtë lloj ekipe, sidomos ndeshje misore. Por ne nuk ka misore, sepse misoret është kampionati evropian, pra gjithashtu edhe emri që ka Gjermania është ashtu dhe Zvicra, për ne janë ekipe që i vlerësojmë maksimal. Do të ishte njësoj dhe sikur po të lunim me San Marino, nuk diskutohet fare. Po janë ekipe që e tregon pra veten se ku je, dhe unë kam shumë besim që do ta tregojmë shumë mirë veten në këto dy ndeshje. Sepse janë një ekipe të nivelit që do të luajmë në kampionatin evropian dhe na bëjnë mirë, pra na bëjnë mirë sepse ti mësohesh, merr eksperiencë sido që dalin, në momentin që ti mësohesh duke u ndeshur me këto kundërshtar, atëherë e ke më të kollaj dhe të bëhet si rutinë, pra dhe kur të vi kampionati evropian që ti je mësuar duke u ndeshur me kundërshtar të fortë, sepse Shqipëria gjithmonë nuk është se ka pasur misore, le të themi, shumë të forta, ka pasur misore të nivelit mesatar. Mendoj që do na bëjnë mirë nga çdo angjo këto dy misore. Keni një thirrje për tifozët për në Elbasan Arena? Patjetër që po, sa herë që kemi në Elbasan, me thënë drejtën tifoz ka pasur shumë, unë e kuptoj shumë mirë që janë ndeshje misore, është ekipi U21, po duhet përkrahur akoma më shumë. Elbasani ka përkrahur gjithmonë, mendoj që me Gjermaninë, mendoj që do të jetë stadiumi, do të jetë plot, sepse është një kundërshtar i fortë dhe edhe ne jemi të fortë dhe do të bëhet një ndeshje e bukur. Ne duam t'i kënaqim ata, si me lojë ashtu edhe me rezultatet. Faleminderit. Kjo ishte edhe pyetja e fundit, faleminderit për gjitha pyetjet. Ndërkohë, kombëtarja U21 do të nisë grumbullimin në datën 1 zyrtarisht dhe do përgatitet për ndeshjen ndaj Gjermanisë dhe ndaj Zvicrës. Të gjitha përditësimet mbi kombëtarin U21 po ashtu edhe kombëtarin na do t'i ndiqni në kanalet tona zyrtare. Faleminderit.